Parashkimin e datës 2 maj 2026. Meqense kemi një ditë mjaft rëndësishme për nga çështjet financiare, çështjet ekonomike dhe me ndihmesën e planeteve që na ndihmon të ecim përpara dhe të gjejmë mundësitë, kohën e duhur mbi ndryshimet që ne kemi. Gjithashtu ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve, sepse duke pasur parasysh një nga këndët planetare që japin mundësi, kohë ndryshimeve të mëdha që vinë, është një nga momentet më të arta që kemi në çdo lloj fushe. Por nëse neve jemi të dhënë mbas ekonomisë, mbas çështjeve madhore dhe ekonomike, por gjithsesi kërkohet pak vëmendje. Vëmendje kërkohet në lidhje me ndryshimet, sepse disa ndryshime që neve kemi nga dreka duket se është koha, është një nga momentet më të mira dhe të mundshme për anën e financave, për zgjidhjet dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush. Por bëni pak kujdes dhe vëmendje në lidhje me takimet që do të bëni për këtë ditë, sepse është një ditë që vërtet ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet e ekonomisë, financave, sepse ndikimi që ka të bëjnë kjo ditë funksionon vazhdimi i hënës së plot në ditën e djeshme, që kemi një kënd mjaft të mirë, por megjithatë kjo është pak intensive. Duket se hëna vazhdon lëvizjen e saj në shenjën e Akrepit, që formon një kënd të ndikuar mjaft pozitiv, sepse ka të bëjë ndikime të forta, cila është ndikimi i hënës me Uranin në shenjën e Demit, një ndikim mjaft i mirë, i ndikuar, sepse mirësi nuk ka lumaj qeka, por ka të bëjë shumë në lidhje me kufizimet dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush, por ka diçka shumë pozitive. Kjo do të thotë me ndikimin që ka të bëjë në kryesisht shenjës së Demit, Akrepit, Luanët, Ujorit dhe Liçit të dytë, ose ata që kanë lindur në këto ndikime planetare ose në këto kënde që unë them. Ka të bëjë gjithashtu me entuziazmin, bujarinë dhe për gjëra optimiste, dhe kjo do të thotë me mjaft mundësi, kohë dhe ndryshim. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është një ditë që praktikisht duket se me rezultatin e hënës së plot gjërat vijnë në vendin e duhur, por gjithashtu nuk duhet të bëjmë. Nuk është ditë për vendime të momentit të jemi në debate ose të nevrikosemi për gjëra të vogla, sepse kemi probleme pastaj. Nuk është ditë e mirë për të provokuar diçka. Është një ditë për të vëzhguar dhe gjërat që do dalin në sipërfaqe nuk fillon sot, ka filluar që është mbas dite. Është një vazhdimsi, por të kërkohet vëmendje. Por mirë është të mos reagojmë kur nuk jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave që neve kemi. Këto ishin për sa i përket në lidhje me ndryshimet që kanë bënë dhe mundësitë. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj